Reaksioni kërcënues për jetën është më shumë tek mosha adulte. Kërcënues për jetën dhe më i rrezikshëm dhe më i prekshëm tek fëmijët jo. Ndodhin tek fëmijët, sidomos në vendet perëndimore, ka raste të tilla, alergjia ushqimore, alergjia nga insektet që jep raste të tilla, sidomos ajo ushqimorja, por në vendin tonë jo. Janë më shumë problematik moshat e rritura, që shfaqin kanë alergji qoftë nga helmet e insekteve, pra bleta dhe gërsa, hymenopterët që quhen në gjuhën tonë, apo nga medikamente të ndryshme. Apo dhe alergji profesionale, ka shumë lëndë profesionale, kimikate që mund t'japin rrezikshmëri për jetën. Pra mosha adulte nuk është shumë problematike mosha e fëmijëve. Në vendin tonë, sidomos e flasim më shumë për alergjit nga pickimet, nga këto bleta dhe gërza, tek fëmijët reaksionet më shumë janë lokale, nuk janë reaksione sistemike. Një reakcion sistemik quhem një reakcion ku kemi marrjefryme, ku kemi element urtikarial, pra skuqja, qoftë dhe skuqje ritem, uniforme apo element urtikarial me ejtje dhe me skuqje që shoqërohen me kruarje, me djegje dhe kruarje. Kemi marrjefryme, pra vështirësinë frymarrje, pengesë në gryk apo vështirësi të fortë, krizë të astmës bronkiale, ejtje të buzëve apo të syve, ejtje angioedem, apo dhe lëvizje të ulje të tensionit arterial. Këto janë shenja sistemike të një reaksioni anafilaktik dhe më shumë prekin nga pickimet apo nga ushqimet, pickimet apo nga medikamentet, prekin më shumë moshën adulte pra për të rrezikuar jetën. Kurse këtë fëmijët hasim reaksione lokale. Pra në qoftë se kemi një pickim nga gërsa apo bleta, kemi një ejtje eritem dhe ejtje të zonës së pickuar dhe pak më shumë, po pak kaluar artikulacionin, në qoftë se jemi pickuar në anësi, pak kaluar në gjymtyrët e poshtme apo gjymtyrët e sipërme, pak kaluar nivelin e artikulacionit që vjen më pas. Kjo quhet lokale, nuk quhet sistemike, kështu që më shumë e hasim në moshat e larta.